që kullonte brenda tunelit. Është normale një situatë e tillë? Po edhe kjo ka të bëjë me studimin gjeologjik. Nga studimi gjeologjik, nëse i është bërë studim gjeologjik gjithmonë, sepse në shumicën e rasteve nuk bëhen studime gjeologjik, nëse i është bërë, është përcaktuar nëse ka ujëra nëntoksor në këtë segment ku do kaloj, apo jo. Se nëse do kishte parashikuar gjeologu që tu kemi të bëjmë me një zonë me ujëra nëntoksor, do devijojmë gjurmën e tunelit, mund të vazhdojmë dhe të vazhdojmë kosto pafund deri në shmangjen e ujërave nëntoksor. Sa i sigurt është tuneli i Llogaras nga ato pamje që ne pamë? Çfarë rrezikon nga ajo rroke uji që ne kemi parë? Ujërat nëntoksor bën shkak për shëmbjen e betonit, për shkatrimin e betonit dhe për shëmbjen e betonit. Por nga ajo që kemi dëgjuar, referuar ekspertit, i cili ka kolauduar këtë tunel, dhe kjo që shohim, ai vërtet... Ajo që kemi dëgjuar në bisedat që janë sqaruar nga SPAK që nuk ishte hekur në tunel. Nuk ka hekur në tunel, por dhe fakti që ne po shikojmë që tuneli në një shi ditë normale shiu, sepse në ditët që kaluan ishin ditë normale shiu, nuk kanë qenë ditë të jashtëzakonshme. Ajo e bëri të jashtëzakonshme faktin sepse ndodhi në gjithë territorin shqiptar dhe ujërat që ranë ulësirën perëndimore u bashkuan me ujërat që erdhën nga zonat malore dhe krijuan përmbytjet. Por ditët ishin ditë normale shiu që kur shikojmë këtë situatë, tani vijemi përpara faktit që a është i sigurt ai tunel për të kaluar apo duhet të vazhdojmë? A është i sigurt ai tunel? Kjo është pyetja që kanë gjithë qytetarët. Për ju si inxhinier, është i sigurt? Duhet studim i thelluar. Unë si inxhinier, unë personalisht pa u siguruar nuk do kaloj në atë tunel derisa të krijoj sigurinë që nuk mund të them që nuk është i sigurt, por unë personalisht nuk do kaloj. Do preferoj më mirë të vazhdoj nëpërmjet rrugës së vjetër të Llogaras dhe se sa të kaloj në një tunel që... Cilat janë rreziqet që mund t'i kanosen një tuneli që ka ujëra nëntoksor dhe nuk ka hekur mjaftueshëm në afat gjatë, po themi? Po ja ne kemi rastin e tunelit të rrugës së Arbrit që u desh një kohë shumë e gjatë për t'u hapur ai segment, sepse në atë tunel dolën ujëra nëntoksor, doli zona e paqëndrueshme. Ajo shkon deri në shëmbje tuneli, po unë nuk dua të them më të keqen. Por ditë të them që unë personalisht si inxhinier që jam, duke marrë parasysh bisedat që kanë dalë nga dosja e Ballukut, por dhe nga situata që shikoj në terren me një shi, në një shi normal, do e kem të vështirë të kaloj në atë segment kur të udhtoj në atë zonë. Një aks tjetër problematik që sa herë ka shi bllokohet, ka rrëshqitje, ka ikin dritat brenda në tunel, ndalon aspirimin në tunel, është edhe rruga e Arbrit. Por rruga e Arbrit sa e sigurt është në këto kushte? Rrugët janë